Çmimet e apartamenteve veçanërisht në Tiranë vijojnë të rriten me ritme të larta, por fitimi real nga pasuritë e paluajtshme ka rënë. Tatimet në shitje, kostot e mirëmbajtjes, arredimi, shpenzimet notariale, taksat vjetore dhe mungesa e likuiditetit e bëjnë sot investimin në prona më pak fitimprurës se dikur. Edhe normat e qeras që prej vitesh lëvizin mes 3 dhe 4% në vit, nuk arrin të kompensojnë rënien e fitimit real, ndërsa tregu i pasurive po përballet gjithashtu me tej popullim dhe ngadalësim të qarkullimit. Në këtë realitet, ekspertët e financave konsiderojnë investimin në fonde investimi si alternativën më të leverdishme dhe më të mençur për investitorët afatgjat. Siguria, transparenca dhe qëndrueshmëria janë kushtet kryesore që duhen kërkuar përpara investimit në fonde të tilla. Sigal Invest i përmbush të gjitha. Vetëm gjatë vitit 2025, norma e kthimit në Sigal Invest ishte rreth 9%, një nivel që e rendit këtë fond ndër më fitimprurësit, madje edhe krahasuar me shumë investime të rëndësishme ndërkombëtare. Shembulli është i qartë, nëse një apartament që sot kushton 100.000 euro shitet pas 10 vitesh për 150.000, fitimi kapital prej 50.000 eurosh zvogëlohet, menjëherë nga 15% tatim, kostot e noterit, mirëmbajtja dhe taksat ndër vite. Ndërsa në Sigal Invest e njëjta shumë 100.000 euro me normë kthimi 9% në vit, pas 10 vitesh bëhet rreth 236 deri në 237.000 euro, pas një shpenzim shtesë. Rezultati është i pakundërshtueshëm, 3 herë më shumë fitim krahasuar me investimin në pronë. Ky është dallimi mes një investimi pasiv të sigurt dhe fitimprurës dhe një prone që kërkon kujdes të vazhdueshëm. Sigal Invest ofron transparencë, përvojë dhe qëndrueshmëri duke bërë investimin në fonde zgjedhjen më të zgjuar për investitorët e sotëm.